jashtë Prizmës. Sigurisht është kulmi i sezonit veror, jemi në gusht, po afrohemi qendrës gusht. Ati që italianët i thonë Ferragosto, kulmi të nxehtit edhe plazhit. Sigurisht shpresoj mos dëgjohet shumë muzika, për të mos më lanë edhe të më kapi drejt autorit, njëkohësisht edhe të dëgjohet zëri im edhe jo ka shumë muzika. Ajo që po diskutoja do t'ishte me vlerë, sidomos momenti provokativ i qartë i kryeministrit tonë, kryeministrit artist, diktor Edi Rama. Shumë portale kanë nxjerrë një fotografi të tij në rrjet, e cila duket sikur është bërë shumë pa dashje, është kapur nga paparacët. Në vërtet asgjë nuk kapet nga paparacët, çdo gjë është e përgatitur, duket si paparac, por që nuk është paparac. Ishte duke pi birë në publik, aty ku po bën pushimet me Alex Soros, ose atë që konsiderohet si vllau i tij. Kam disa kohë, sidomos gjatë periudhës që bëhet protesta, që çoj problemin e madh të raportit të tij me perandorinë Soros. Sulmi i majt është patjetër përkrahur, sulmi i majt botror është përkrahur edhe nga kjo perandori. Është e pashpjegueshme se si është bërë, por shpjegimi më logjikës se Rama është zhbalancuar në pro-trumpizmin e tij, vizitën në Izrael, majtjen në mënyrë të qartë dhe të mirë me të djathtën botrore. Edhe kjo sigurisht nuk i lë figurë jo vetëm të mirë, por nuk i bën qefin miqve të tij Soros. Problemi qëndron që në raport me të majtën, sigurisht një majt si socialist si Edi Rama nuk mund të sillet kështu, s'paku të konceptet normale. Dhe duke u sjellë kështu, sigurisht ai do të ngjalli armiqësi. Sulmi kryesisht ka ardhur nga e majta. Dhe vetë ai famshmi revolucioni Flamingo është një përgatitje e të majtës. Një sulm ultramajtist i mbështjell edhe me raportin e islamit politik të lindur dhe të zhvilluar në Evropë. Jo në vendet sigurisht islamike dhe në vendet arabe, nuk ka lidhje me to. Islami politik është shpike e perëndimit, është një deviacion i pështirë, shpeshherë i perëndimit. Shfaq i perëndimit për te jo i islamikëve dhe islamistëve. Gjithë ky sulm që u orkestruar ndaj Shqipërisë ishte kundra Trumpit, dhe sigurisht edhe perandoria libertiste, ultramajtiste, majtiste e Soros edhe si vllait Ramës, Alex Soros, ishte në këtë lloj pokelje. Në të vërtet, atë po thosha edhe unë, kur do ta përmbaj, kur do t'i thot vllait të tij Soros, Alex Soros, Rama që shiko, ndalojeni këtë sulm se unë nuk kam si t'ja bëj ndryshe. Unë kështu e interpretoj, kjo është piktura ime. Unë nuk mund t'ja prish qefin, as nuk do të vem përballë Trumpit për interesat e Shqipërisë. Unë do mundohem ta mbaj mirë edhe me ultrat majtet, edhe me të majtet, edhe me të djathtët, edhe me trumpistët. Do ta mbaj mirë edhe me Jared Kushner, edhe me izraelitët, po jam mirë edhe me ju. Në fundit një hebre është Jared Kushner, një hebre është edhe Alex Soros ose George Soros. Nuk ose janë të ndryshëm. Përveç se njëri është dhënë i Trumpit, e tjetri është i biri i Sorosit. Por ama të dy hebreja, pse u dashka njëri të jetë kaq i keq dhe tjetri kaq i mirë. Unë do ta mbaj mirë me të dy. Dhe kjo është politika, kjo është piktura që ndërton praktikisht piktori politik ose piktura politike e Edi Ramës. Me atë, të vërtet, atë dark që po bën në vendin e pushimit edhe që sigurisht nuk ka shkuar Rama për të pushuar ke Alex Soros, por ka ardhur Alex Soros të pushojë. Në anën tjetër pushimit po i bën edhe Richard Grenell, si me thënë super trumpisti,
Këto pushimi bën shumë afër me Ramën, është në vendet e pushimit më të bukura që ka Shqipëria. Rreth për Zvërnesit, Ishullit, rreth Samilit, rreth Sazanit, rreth Karaburunit, aty janë gjithë, aty sillen. Tash është edhe Alex Soros. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them atë që kam paralajmëruar prej kohësh. Rama këtë lloj politike di të bëj. Është e vërtetë që është provokator i madh, po është provokator i madh që do të mbajë ekuilibra, nuk do që të prishë ekuilibra. Kjo është mos e qartë. Do të mbajë ekuilibra me çmendurinë që ka e djatha dhe e majta sot. Me çmendurinë e cila sigurisht një vend vogël si Joni e vend në pozicion. Ai ka rrugë tjetër, nuk ka rrugën e një nacional socialisti ose gati fashizëm si Kurti. Kurti në këtë rast është një liliput, është një njeri i cili izolon Kosovën edhe bën të barabartë me për turpe, për faqe të zezë, barabartë me Serbinë. Rama nuk është i tillë. Për të mund të thonë që është i korruptuar, është ky është Rama në të vërtetë man ekuilibra. Ai që prish ekuilibra janë këta liliputët e vegjël, por pak rëndësi ka, kërkush nuk i konsideron më. Rama është i konsiderueshëm përderisa vjen perandoria majtiste e Soros dhe i bën vizitë, përderisa vjen edhe perandoria djathiste e Trumpit, siç është edhe Jared Kushner ose siç është Grenell, domethënë ai ka një element të tillë si përfaqe të jashtëzakonshme politike dhe thellësie të madhe politike, e cila normalisht mund të ketë kritika, sidomos nga ajo opozitë shurrane që kemi ne, e them pa frikë, nga i portalizëm idiot që kemi ne, nga i flagmingizëm vicidolian të turpshëm, që nuk ka opozitë më të turpshme në botë se sa opozita shqiptare. Ne kujtojmë që është ajo kosovare, po jo, janë shumë më të ndershëm dhe shumë më të mirë. Opozita në Kosovë, pavarësisht se kam 1000 vrejtje për të, po LDK-ja, PDK-ja edhe Alianca, bashkë me të tjerët aty është shumë më koherente dhe shumë më besnike e disa parimeve se sa marzia vicidoliane dhe flamingiste e kësaj në Shqipëri. Ta të turprojnë. Ta ideologën më të madh kanë Flamur Nogën, i cili është një idiot i lindur dhe njëkohësisht një maskara politik i cili bën bodyguardin e Sali Berishës, asgjë më tepër se sa kaq. Në këtë pikë, çfarë mund të them? Një piktor i tillë, si mori përsipër të bëj politikë dhe ta ketë Shqipërinë tashti nën administrim politik, por njëkohësisht edhe të ndërtimit të saj, së ndërtimit të saj, të formëzimit të saj. Në këto kohë, edhe që nuk janë kohë kaq të lehta, por janë kohë të rrezikshme, si Edi Rama, duhet që patjetër të vlerësohet me faktin që nuk e destabilizon atë. Tentativat e marrëzisë në bulevard janë tentativat të cilët janë shtysa që duan që t'i vënë stërkamçit. Po është e pamundën sepse si miqtë e tij jashtë shtetit, si djathtas edhe majtas, ashtu dhe armiqt kanë një koncept të përbashkët. Koncepti i përbashkët është që nuk duhet destabilizuar Shqipëria, sepse askërkush nuk mund ta zëvendësojë Edi Rama. Nuk mund ta zëvendësojë si për pikturën që ai koncepton, ashtu dhe për mënyrën se si ai lidh marrëdhëniet me botën në përgjithësi demokratike, jo atë demokratike, jo atë që s'ka lidhje me demokracinë. Pra ti je mirë njëkohësisht si me Macronin edhe me Erdoganin, ti je mirë si me Mitsotakisin edhe atë që quhet ultramajtist, edhe që është Pedro Sanchez, në kulmin e kësaj turbullire të mëdha, kjo është aftësi politike. Ata që s'duat më besojnë edhe që janë budallë, kanë nevojë të marrin mendimet e mia, ta heqin kanalin më herë. Po jam duke u shprehur në mënyrë të qartë të pastër. Kur e ke mirë njëkohësisht si me Erdoganin edhe me Mitsotakisin, kur e ke mirë si me Macronin, edhe me po them Giorgia Melonin, kjo është aftësi e madhe politike. Dhe në këtë pikë ti bëhesh i pazëvendësueshëm për të gjithë ata që shohin. Në këtë pikë je i pazëvendësueshëm në momentin edhe kur i ke dhënë koncesionin në dur edhe Donald Trump, kur i ke dhënë familjes tij atë që duan edhe atë që kërkojnë në Shqipëri, se tepër se sa kaq nuk mund të kërkojnë. Kur i ke marrë dhe Wuhan prej 302 milionësh edhe i ke krijuar besnikrinë, dhe këtë gjë ja ke sqaruar edhe Alex Sorosit.
duke i thënë që shiko o vllau im, unë nuk mund të futem në luftë tash me perandorinë më të madhe të botës, sepse kemi misi bashkë. Unë misinë me ty dhe ruaj, ti do më përkrash prap, unë prap i majt mbetem, po nuk mund ta prish punën me një konservator dhe një ultradjathist si Donald Trump. Në këtë pikë, domethënë, kemi të bëjmë me raportin e çuditshëm që vetëm një piktor mund të rregullojë në pikturën e tij. Që të them, ky është rreolli, ju pati hyni dalin njerëz, sa duhet vinë mbrapa me para me të bëjnë xhirosh dhe tregon që janë duke bërë plazhin e tyre. Më përpara pata vizit lopësh, kalun lopët këtu, do t'ju jap edhe pamje ti shihni. Në të vërtetë lopët janë pjesa autoktone e rreollit, nuk është se kanë më tepër se sa nuk e di sa mund të kenë 60 vjet që kanë autoktoninë e tyre, po më tepër se sa kaq nuk mund të ketë asnjë lloj autoktonie rreolli. Rreolli ka një veti se fryner në përgjithësi, domethënë është e vështirë të gjesh ditë pa erë, po kur është pa erë është një ditë e mrekullueshme. Nuk e di, është një natyrë shumë e bukur, ndoshta kur të bëhet edhe mbrapa me, shikohet, kur të bëhet edhe si t'ju them tash ai resorti i madh që po ndërtohet me ritme të shpejta, mbas atëherë mund të shijohet edhe më mirë, edhe më në luks, po themi, më në bukuri thjesht edhe njerëzore dhe natyrore si kundër e ka. Kështu miqtë e mi, fjalët e fundit ishin për turizmin, sepse sigurisht është e rëndësishme të flasim për turizmin, por tema që trajtova sot është marrëdhënia e Edi Ramës me të djathtën edhe me të majtën. Tema e marrëdhënies si me Trumpin ashtu dhe me Soros. Tema e marrëdhënieve të tij si me Macronin ashtu dhe me Melonin, me Pedro Sanchez edhe Mitsotakis. Aftësia e tij për t'i bërë bashkë të gjitha gjërat, për të mos i rënë në qafë, në vërtet, ka shumë Shqipëri sotme që është vulnerabël në madhësinë e saj, dhe për ta bërë të sigurt edhe në sytë e botës. Artikulli i fundit i The Economist është testata par excellence e Sorosit, që lavdronte Shqipërinë e arritit e saj, sigurisht më mbushi mendjen që Rama ka bërë punën e vet edhe me Sorosin. Dhe sulmi i madh sorosian ndaj tij, me sa duket, u shua. Dhe kjo nuk është fitore e Sorosit, kjo është fitore e Ramës. Dhe ardhja vete Alex Soros në Shqipëri është pikërisht fitore e tij. Dakord, miqtë e mi, kjo ishte edhe ai që konsiderohet klipi imi, ose Prizmos, ose emisioni im për sonte.